Gjendja me mbeturina në disa pjesë të kryeqytetit duket e rëndë. Më pas shkurt, Kallzo.com ka vizituar 5 lokacione të ndryshme në disa pjesë të Prishtinës. Në hapësirat e dedikuara për mbledhje të mbeturinave, në afërsi të kontejnerëve, janë hasur lloje të ndryshme të mbeturinave, si mobilje të vjetra, kauça, shtretër, frigorifer e të ngjashme. Nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në komunën e Prishtinës thanë se këto raste po trajtohen si deponi ilegale e që në bashkëpunim me Policinë e Kosovës do t'i identifikojnë personat që po i hedhin mbeturinat. Këto raste trajtohen si deponi ilegale. Në koordinim me Policinë e Kosovës po i ndjekim një nga një përmes sistemit të kamerave të qytetit. Personat përgjegjës për hedhjen e palegjshme të mbeturinave po identifikohen dhe po procedohen në përputhje me ligjin në fuqi, përfshirë shqiptimin e gjobave. Largimi i mbeturinave po bëhet gradualisht dhe brenda kapaciteteve operative që aktualisht janë në dispozicion. Sasia e madhe e deponive ilegale dhe përsëritja e shpeshtë e tyre e vështirëson ndërhyrjen e menjëhershme në të gjitha lokacionet. Ndërsa nga Kompania Regionale e Mbeturinave Pastrimi thanë se vonesa e largimit të mbeturinave në disa zona ka ardhur si pasojë e sasisë së madhe të tyre. Deri me tani është realizuar pastrimi i plot i lagjeve Dardania, Lakrishte dhe Qendra, po ashtu largimi i mbeturinave në lagjen Bregu i Diellit, Top Hane dhe Arbri është në proces e sipër dhe po vazhdon edhe gjatë orëve të natës, me qëllim që këto 3 lagje të pastruhen tërësisht sonte dhe nesër. Vonesa në disa zona ka ardhur si pasojë e sasisë së madhe të mbeturinave vëllimore dhe inerte, të cilat kërkojnë angazhim shtesë të mekanizmit dhe stafit, por KRM Pastrimi mbetet e përkushtuar që situata të normalizohet sa më shpejt.